Përshëndetje, po fillojmë intervistën e radhës me profesor Tetovën në prag të ndeshjes Tirana Ignatia. Gjatë kësaj jave, skuadra ka qenë gati dhe për më shumë pyetjet janë për të pranë. Përshëndetje. Profesor, si është gjendja e skuadrës para ndeshjes? Përshëndetje. Mendoj që kemi kaluar një javë pak të vështirë për kushteve atmosferike, por mendoj që jemi gati për ndeshjen e nesërme. A i keni të gjithë lojtarët tuaj gati? Sigurisht që janë të gjithë lojtarët gati, është rikthyer edhe Buriçma tani më nga dëmtimi, përveç Jefferson që vazhdon të ketë dëmtimin ndaj ndeshjes me Borën, mendoj që të gjithë janë gati. Si e vlerësoni ekipin e Tiranës nga emri apo vendi që mban në klasifikim? Mendoj që Tirana duhet vlerësuar për emrin që ka, sigurisht edhe për skuadrën që ka. Mendoj që vendi që ka aktualisht nuk është merit, sepse Tirana fundit është ekipi më i titulluar, kështu që ne do të jemi të kujdesshëm. Cili është objektivi juaj në këtë takim? Ne çdo ndeshje, sigurisht kemi parë hap pas hapi, por dhe kjo ndeshje ne kërkojmë 3 pikët. Si paraqitet mbrojtja para ndeshjes me Tiranën? Mendoj që kemi qenë në nivel të mirë, gjithë si skuadër, pak marrim shkas nga ndeshja e fundit, por mendoj që gjithë skuadra ka qenë mirë në mbrojtje. A do të vazhdoj skuadra me këtë siguri në prapavi? Mendoj që po të qemë gjithë bashkuar, po kryemi detyrat, sidomos në momentin kur humbim topin, të jemi gjithë në mbrojtje të kuadratit, mendoj që çdo gjë do shkojë mirë. A mendoni se Ignatia po ngjitet në një nivel më të lartë performance? Mendoj që javë pas jave ne po tregojmë që kemi ritmin e duhur, por mendoj që akoma ka shumë punë për të bërë. Cilat janë pritshmëritë tuaja për qëndrueshmërinë e mbrojtjes në këtë takim? Mendoj që të jemi gjithë si skuadër poshtë linjës topit dhe të jemi racional në sulm. Faleminderit dhe suksese. Faleminderit dhe juve.